Procesi gjyqësor ndaj Ema Çokut, Piro Xhixhos dhe Fatime Kuremadhit është shtyrë për herë të tretë, duke vonuar dhe një herë paraqitjen e pretencës nga prokuroria e posaçme. Këtë herë shkak për mos zhvillimin e seancës u bë mungesa e Fatime Kuremadhit dhe përfaqësuesve të saj ligjor. Për këtë arsye, trupi gjykues vendosi ta shtyjë shqyrtimin e çështjes, ndërsa pretenca e Spakut pritet të paraqitet në seancën e saktuar për datën 13 korrik. Tret pandehurit po gjykohen në një procedim të veçuar, pasi në fillim të muajit maj kërkuan përfitim nga gjykimi i shkurtuar. Për këtë arsye, dosja e tyre u nda nga procesi kryesor, ku po gjykohet me procedurë të zakonshme ish presidenti Ilir Meta dhe ish deputetja Monika Kuremadhi. Në këtë çështje, Meta dhe Kuremadhi përballen me akuza për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, akuza të cilat ata i kanë mohuar në mënyrë të vazhdueshme. Ndërkohë, me 9 korrik pritet që Monika Kuremadhi të paraqesë kundërshtimin e saj ndaj hetimeve të zhvilluara nga SPAK. Nga ana tjetër, Ilir Meta në deklarimet e tij para gjykatës ka hedhur poshtë të gjitha akuzat, duke pretenduar se procedimi penal ndaj tij është rezultati i një komploti të organizuar nga agjenci të huaja.